kam kritikuar qasjen e presidentit Macron, sepse agenda e tij shtetërore nuk i kontribuon normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi. Dhe këtu do thot kam qenë kritik edhe ndaj orientimit të kryeministrit Kurti me theks të veçantë ka Franca dhe duke i shkputur thuajse të gjitha kontaktet diplomatike me administratën amerikane. Realisht na sot skemi Kosova sot ka kontakte, nuk di ambasadori mbase mund të ketë ndonjë takim, por kontaktet mirëfillta me këtë administratë shihet që Kosova nuk ka. Dhe për të rikthyer ajo pse dëmton normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, çësia shtetërore dhe interesat personale politike të presidentit Macron. Siç e kam thënë në emisionin e kaluar në Beograd pas marrëveshjes për blerjen e avionëve luftarak nga Franca, nga shteti serb, kur i shpyetur për politikën duale të Serbisë, edhe me Rusinë edhe me Rusinë edhe me Macron kishte thënë që ne nuk mund të përzihemi në vendimarrjen sovrane të një shteti. Dhe tash ti po pret, nëse Vučići fiton kësi tolerancë politike prej Macronit, ti po pret që disa zyrtar, burokrat të BE-s mund të ushtrojnë presion mbi të? Kjo është qesharake. Nëse ai fiton asi imuniteti politik dhe diplomatik nga një shtet si Franca, që mund ta vazhdoj lojën e tij të dyfisht politike, edhe me perëndimin edhe me Rusinë për hir të këtij këmbimi tregtar të aeroplaneve, pra që disa zyrtar të Brukselit nuk arrin të Kurti ta kompenzojnë një takim që bën me absolutisht mbështetjen që pse kam thënë që çësia direkt nga Washingtoni, çësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe e kësaj administrate aktualisht është shumë më profitabile në drejtim edhe të normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sa çësia e Francës aktuale që është sponsoruese e planit të përbashkët me Gjermaninë për normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë decisive në këtë drejtim. Janë është thënë disa herë që realisht ligj për siguri kombëtare. Ligj për siguri kombëtare, po është thënë presioni që po e ushtrojnë mbi Serbinë që të divorcohet përfundimisht nga Rusia. Dhe ky është një parametër shumë i rëndësishëm i cili do të ndikonte në drejtim edhe të relaksimit të raporteve me Kosovën. Dhe çka ndodh tash? Kryeministri Kurti do të këtë presion amerikan e shfrytëzon për qëllime tjera elektorale se gjoja e Shtetit të Bashkuara të Amerikës për të realizuar këtë objektiv të madh strategjik, po ushtrojnë presion mbi Kosovën që Kosova të bëj kompromise që ata ta kenë atë përfitim rajonal, gjë që është qesharake dhe kërkon mirëkuptim nga Franca, e cila haptazi dhe qartazi e thotë që haftazi dhe pa asnjë kujvok e thotë që Serbia vetëm le të blejë aeroplan premier se i lejohet të vazhdojë edhe me Rusinë edhe me Evropën. Kështu që janë pikërisht kjo papjekuri politike që në papjekuri po e cilëson. Po ndëgjoj, papjekuri politike edhe të kryeministrit Kurti, po edhe çështje të njëanshme shtetërore të Francës në raport me këtë proces, e cila në staze afatgjate vetëm e dëmton edhe qëllimin e dialogut që ka të bëjë me normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve.